Punja tjeta. Dialog të lajmi vazhdon të pasqyrojë realitetin shqiptar në vendbanimet, fshatrat dhe qytetet, në komunat e vendit. Në fokus, në dialogun e sotëm të lajmi, kemi një komunë të rëndësishme strategjike në rajonin e Shkupit, një komunë e cila po zhvillohet me hapa të ngadalt, por të sigurt, komunën e Sarajit. I ftuar në dialog të lajmi është kryetari i kësaj komune, zoti Muhamet Elmazi. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Zoti Elmazi, në gazetari vlen një rregull, lajmi i keq është lajm i mirë, edhe ne sot do ta nisim me një lajm apo dezinformat, do ta shohim si është e vërteta. Fotoja që do ta kemi në ekran është fotografi e bërë me inteligjencë artificiale, por pyetja e vërtet është a pati incident në lokalin Mirakoli në Saraj? Jo, kisha edhe një demand për publikun. Demandin do ta shohim së shpejti. Kisha edhe një demand, s'ka pas asgjë konkrete, janë shpifje, trillime, isha me miqtë e mi, zotin Rexhepi dhe kryetarin e Dibrës Fisnik Mela, janë edhe ato dëshmitar se s'ka pas asnjë çfarë lloj aksidenti. Pra keni dëshmitar, zoti Rexhepi, kush është? Është ndonjë mik i juaj? Po. Unë drejtori aktual i Inspektoratit Shtetëror për Urbanizëm. Dhe zoti Fisnik Mela, kryetari i komunës së Dibrës. Ne do ta ndjekim për njështrimin të cilin e keni pasur në rrjetin social Facebook, në cilin ju jeni shpjeguar lidhur me këtë ngjarje, pra keni thënë që në lidhje me shkrimet e publikuara në një ose disa media ku përmendet emri im, ndjej obligim që për hir të së vërtetës dhe informimit të drejtë të opinionit publik t'i demantoj, pra t'i përgënjeshtroj në tërësi këto pretendime. Informacionet e publikuara aty janë të pabazuara dhe me përmbajtje spekulative. Ato nuk pasqyrojnë kurrë realiteti, por janë konstruksion i qëllimshëm që synon të krijojë perceptim të gabuar në opinion. Është shqetësues fakti që para publikimit të këtyre pretendimeve, media që i ka plasuar ato nuk ka kërkuar qëndrimin tim, prandaj bëhet fjalë për një spin klasik mediatik me qëllime të ulta. Ky shkrim është pjesë e një tendence për të dëmtuar emrin tim dhe për të krijuar mjegull në opinion në periudhën kur po afrohet, pra atëherë afrohej 9 maj, Kongresi i Bashkimit. Sa më shumë afrohet kjo datë, aq më shumë varehet nervozizëm të oponentët politik, të cilët përpiqen të prodhojnë lajme të pavërteta dhe t'i përdorin ato për qëllime politike. Saraj dhe banorët e tij e njohin kryetarin e tyre, në asnjë rrethon nuk do ta vendosja veten në pozita që do t'i vinin në siklet banorët që më kanë besuar. Ka kaluar koha kur sarajlit janë turpëruar nga të zgjedhurit e tyre. Pra, po thoni që këto shkrime të cilat janë publikuar janë pjesë e një spini të përgatitur nga opozita shqiptare? Po, realisht kishte edhe për tendenca tjera, edhe me figura tjera. Këto ditë, qëllimi ishte që defokusohet opinioni, se ndodhi një lajm historik apo një veprim historik i koalicionit Vlen, atë që e premtuam para qytetarëve, sot është realitet, Vleni është një, dhe gjithë këto informacione apo aderime nga përkrahësit të Vlenit tek Bashkimi Demokratik për Integrim kishin vetëm një qëllim që të zbehet kjo nismë e mbarë edhe e mirë për shqiptarët në vendin tonë. Media e cila ka shkruar për këtë ngjarje është portali Tetova Sot, nga portali askush nuk ju ka kontaktuar? Jo, fillimisht ishin fanpage apo portale të partive politike në kodër të teritorit komunës Sarajit, pastaj për ati kanë marrë lajmet e gatshme. Zoti Elmazi, Vlen një UB, urime juve dhe gjithë anëtarëve dhe simpatizuesve të partisë suaj, cili do të jetë pozicioni juaj në Vlen? Realisht dhe jem pjesë e kryesisë Vlenit, ashtu kanë vendosur grupi i punës në Vlen, ku në kryesin qendrore të Vlenit janë të përfshirë
aktualisht kryetarët e komunave, ministra, zëvendësministra dhe deputetët dhe këtu bëj pjesë nga kjo përgjithje edhe unë jem pjesë e kryesisë qendrore. Pra jeni me automatizëm pjesë e kryesisë qendrore, në bazë të detyrës zyrtare. A ju duket zgjidhja më e mirë formimi i kryesisë qendrore nga funksionarë të zgjedhur dhe të emëruar në vendin tonë, pra nga partia juaj, se sa të formohej kryesia qendrore mbi bazën e meritokracisë, pra nga poshtë lart dhe jo nga lart poshtë. Pra baza të ishte ajo që do t'i delegonte, do t'i përzgjedhte antarët e kryesisë qendrore dhe jo të shkohej nga kulmi. Ne e dim se këtu kemi një miks të 5 partive politike, të cilat i përgëzoj realisht çdo njërin nga udhëheqësit e tyre, tashmë në një subjekt të vetëm politik, në Vlen, të cilët sakrifikuan gjithat mundin e tyre, sakrifikuan njerëzit, emocionet dhe gjithë shka ndërvitet shka bën në partitë e tyre me të vetmin qëllim, edhe kjo është rezultat i grupit punës që kanë para pa të arsyeshme që ato që kanë përgjegjësi, qoftë në nivel qendror edhe në lokal, t'i prin këtij procesit apo kryesisë qendrore dhe nuk do të thotë se në kuvendin zgjedhor apo siç njihet te ne Këshillin e Përgjithshëm ka të deleguar edhe antarë të tjerë prej degëve dhe numri është 105 mbas statutit të ri i cili u votua. Domethënë Këshilli i Përgjithshëm është 105 dhe kryesia jemi ata që jemi 20 e ca. Pra e përmendet disa herë grupin e punës i cili ka dhënë propozimet konkrete për zgjedhjen e organeve partijake, për statutin partijak, me siguri edhe për ecurinë e mëtejshme të koalicionit Vlen. Kush kanë qenë antarët e këtij grupi? Kanë qenë përfaqësues të gjitha partive politike. Tash mos u kapni për emra se ndoshta ndonjë nga partia juaj, nga ish partia juaj. Burim Latifi ka qenë pjesëtar i Lëvizjes Demokratike në këtë grup. Drejtori i MEPS-s, zoti Burim Latifi. Zoti Elmazi, cila është lidhja juaj familjare me zotin Izet Mexhiti, njërin nga liderët e Vlenit apo njërin nga bashkëkryetarët e partisë tani më të re politike Vlen? Është fakt se ne me kryetarin Mexhiti jemi me preardhje nga i njëjti vendbanim, nga fshati Semenisht i Serajt. Të parët tonë e kanë çu shumë mirë raportin e si bashkëfshatar, edhe sot e kësaj dite, me thonë vazhdon ajo pjesa e familjes time dhe familjes kryetarit t'i mbaj ato raporte qofshin për në një rast mortor apo për fest familjare dhe nuk kemi asnjë lidhje familjare siç pretendojnë edhe e kanë shpikur se jemi kushëri ndërmes vete. Pra lidhje gjaku nuk kena me kryetarin Mexhiti. Nuk keni. Ja. Vetëm se keni lidhje po themi territoriale, lidhje në bazë të vendbanimit dhe natyrisht se kur njerëzit janë nga një vendbanim relativisht i vogël, besoj që fshati juaj është relativisht i vogël, atëherë ka lidhje të cilat janë më të afërta. Por në opinionin publik, siç e thatë edhe ju, perceptimi ekziston se ju jeni përzgjedhur i zotit Mexhiti për shkak të afërsisë familjare. Realisht nuk ka të bëj, siç e potencova edhe më lart, nuk ka të bëj përveç preordhjeve tona që vim nga i njëjti vendbanim dhe pozitën edhe që e kisha më parë edhe tash ka dalë nga subjektet, nga strukturat e subjektit që i takonim, sidomos këtu në zgjedhjet lokale të gjithë subjektet u dakorduan që unë të jem kandidat edhe nuk shoh edhe sikur ki Lehmi Rrenshëm te Finakoli njëjtë kanë pretenduar se bëhet me domethënë tendencë nga ana e kryetarit Mexhiti se e ndon pushtetin te familjarët e tij dhe jo te ato meritorët. Fundja unë isha një kryetar dege i Lëvizjes Demokratike ku së bashku me strukturat e Vlenit bëm rezultate të mira si në zgjedhjet parlamentare ashtu edhe lokale. Pra ju keni qenë kryetari degës Lëvizjes Demokratike në komunën e Sarajt dhe në bazë të këtij pozicioni e keni fituar pozicionin e mëparshëm
drejtor i kompanisë ndërmarrjes në Magas, shoqëria aksionare në Magas, dhe tani jeni kryetari i komunës Sarajt, dhe pra nuk ka të bëj nepotizmi. Ja, ky është një rast i mirë, besoj unë, edhe për ju, por edhe për publikun, që ta kuptojnë se cila është e vërteta, sepse spekulime, dezinformata, hamendësime ka shumë në opinionin publik, edhe lidhur me njerëzit, po edhe lidhur me platformat e kështu me radhë. Me thoni qëndroj pas asaj që thash, nuk kena asnjë lidhje gjaku, përpos që jena me prerëdhjen nga njëjti vendbani. Jo, sigurisht që ne ju besojmë se nuk do bëjmë investigime, sepse fjala juaj është publike dhe natyrisht që dihen raportet familjare mes njerëzve. Zoti Elmazi, është e vërtetë se një pjesë e degës më parshme tani më lëvizjes demokratike ka kundërshtuar zgjedhjen e zotit Muhamet Hoxha për ministër të ambientit jetësor, pra ministër të ekologjisë, dhe në mesin e kundërshtarëve të kësaj përzgjedhjeje të zotit Mexhiti për zotin Hoxha keni qenë edhe ju? Përkundrazi, ne kena pas shumë bisedime lidhur pas marrjes, kuptohet, daljes kandidat të kryetarit Mexhiti për komunën e Çajirit, kena pas disa bisedime lidhur me këtë temë. Unë kam qenë i thari asaj që pozicioni ministër, pse jo të ngelet edhe në Çajir, të marrim ne të fuqizohen para zgjedhjeve lokale 2 ose 3 funksione më të vogla, po nga shumica që kemi qenë prezent në ato mbledhje ku 8 antarë spaku kanë qenë nga dega e Sarajt, kemi rënë dakord se një ministri e tillë na kovendon ta kena në radhët tona dega e Sarajt, edhe me atë që të pozicionohet konkretisht Muhamet Hoxha, emri i përveçëm, në pjesën e djathtë të komunës Sarajt apo ish komunë e Kondovës, edhe me atë të bëjmë një aktivitet edhe më të fuqishëm në atë pjesë, e shifshim se në atë pjesë realisht në zgjedhjet parlamentare ishim më të dobët se kjo pjesa e Dervenit, siç njihet ne, edhe ja që figuroj me pozitivitet dhe sot e kena në menaxhim edhe komunën e Sarajt. Pra, kundërshtime në deg nuk ka pasur. Nuk ka pasur, bisedimet edhe për dal friti më i mirë i mbledhjeve nuk mund quhen kundërshtime. Kundërshtime janë në qoftë se nuk pajtohen plotësisht, dal me do me thonë publikush me deklarat publike, dhe jam kundër atij vendimi. Në të kundërtën, ne gjithë atë ditë e kemi uruar zotrin Hoxha, kemi qenë bashkë për pije, për fest, gjithë antarët e degës, edhe kështu që sot e tutje vazhdojmë së bashku të bashkërendisim aktivitetet për të mirë qytetarëve. Po, sigurisht se ne nuk e përjashtojmë debatin që mund të zhvillohet për zgjedhjen e njerëzve që janë funksionar dhe bartës të institucioneve, pra drejtues të institucioneve publike. Por ju thatë që jeni zgjedhur si përfaqësuesi lëvizjes demokratike dhe tani më jeni kryetari komunës nga radhët e Vlenit. Si është bërë përzgjedhja e drejtuesve të sektorëve, ndërmarrjeve komunale, drejtorëve të shkollave, nëse i keni zëvendësuar apo jo, mund ta thoni për opinionin publik, pra mbi cilin parim, mbi bazën e profesionalizmit apo përkatësisë partijake? Realisht ne e dim se për të venduar dikush në ndonjë pozitë duhet të plotësojë ca kushte të cilat janë të parapame me ligj dhe me organogramet e atij institucionit. Hisën e pushtetit në komunën e Sarajt e kam dhënë në proporcion ashtu siç kemi qenë deri me 9 maj, me thonë hise në proporcion me gjitha partitë politike, dhe çdo njëra prej tyre ka hisën e saj, qoftë në për administratën komunale apo udhëheqësinë e shkollave dhe ndërmarrjeve publike, por kuptohet njerëz profesionist edhe të cilët i plotësojnë kushtet. Do të thonë ka nga çdo parti, nga një përfaqësues të ndërmarrjet
publike në për shkolla, po kuptohet njerëz të cilët i vlerësojnë kushtet dhe kriteret të cilat janë të parapara me ligj. Por edhe që i takojnë vlenë. Po, kuptohet. Jo, nuk duhet kuptohet, zoti. Unë jam i sinqert edhe e them këtë, e kom zgjedhur atë ekip me të cilën e kina bashkërendit edhe pjesën e fushatës bashk, edhe programin zgjedhor, edhe unë besoj se është më e mira ta marr një prej asaj ekipe që i plotson kushtet, edhe atë që e kena premtuar para qytetarëve, nesër ta realizojmë, sesa të marr ndonjë profesionist, një sikur këta që janë, edhe mos mund nesër të bim dakord për atë që e kam premtuar, t'jep konotacion këtë ndryshe punës të cilën ne e kena paraqit edhe me të cilën kena fitu betejën në Saraj. Po, çfarë ndodh në rastin kur për shembull një kandidat tjetër, jo pra ky që e keni përzgjedhur ju nga Vleni, nga partia tashmë Vlen, ky kandidat tjetër që nuk i takon as Vlenit as BDI-s, është ta partijak, mund të ketë cilësi më të mira profesionale, mund të ketë vlera më shumë. Pse ai të mos zgjedhet? Do angazhojmë edhe në të ardhmen, edhe kam shumë konsulta nga edhe profesor universitar, edhe njerëz të cilët e duan të mirën e Sarajit, të cilët na ndihmojnë, edhe na japin konsulta një herë në javë, takohena, pim kafe dhe i marrim. Ato më nuk do të thotë se me çdo kusht ai që e do të mirën e Sarajit do të jetë edhe nën udhëheqje të ndonjë ndërmarrje. Se të ne janë 3 ndërmarrje, realisht, njëna që bën menaxhimin edhe në vendbanimeve për hedhjen e meturinave, ndriçimi publik dhe çënve ndacak. Nuk ka dhe një ndërmarrje që mund ta josh një profesionist të tillë që të vije edhe me rroga shumë tulta të punoj dhe të kontributin e tij, po çdo njeri e sheh dhe jep kontributin e tij nga prizma dhe segmenti i tij dhe jam shumë falënderues kushdo qofshin ato të cilët sot e kësaj dite më qëndrojnë pas dhe më japin konsulta, mund të them ditore. Çfarë ka ndodhur me drejtorët e shkollave? E keni respektuar ligjin, përkatësisht keni respektuar mandatet e drejtorëve të shkollave të cilët nuk i takojnë koalicionit Vlen, por i takojnë ish partisë suaj, sepse edhe ju keni qenë pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim, pra i takojnë BDI-s. E thon me plot përgjegjësi. Keni bërë zëvendësime apo? Po, kena bërë zëvendësime, kena bërë në disa shkolla, disa vazhdojnë të jenë sot e kësaj dite drejtorët të cilët kanë mandate, disa drejtorë vet kanë ardhur, kanë depozituar dorëheqjen, se u ka ndruar pushteti, është normale që vendohet një tjetër drejtor, dhe me thëmë për çdo njërin që e kemi ndruar dhe i sot, për çdo njërin kemi edhe dorëheqjen në bazë vullnetare nga ana e drejtorit në fjalë. Por ju nuk keni ndëruar një drejtor i cili ka pasur mandat? Ka drejtor, për shembull shkolla fillore në Mat, Ibe Palikuqja, shkolla fillore Bedri Tahiri, me sa më kujtohet. Fillore poshtme, edhe s'di tjetër shkollë, janë ala drejtorat që i kena trashëguar. Pra nuk i keni ndëruar ata. Si ndani tenderët në komunë? Kjo punë e tenderëve paksa u ka bë temë e çetoreve lokale, se sa realitet. Punë e tenderëve ka të bëjë me ligjin, nuk ka të bëjë me muhabete, dhe çdo gjë është gjithashtu transparente nga ona e administratës komunale. Çdo gjë bëhet mbas kushteve, para kushteve që i sheh ligji për furnizime publike, edhe nuk besoj se ka ndonjë tendencë apo ndonjë keqpërdorim nga ana e administratës aktuale për tenderim. Mandej me këtë buxhet që e kemi trashëguar edhe këto fonde që i kemi të hira në komunën e Sarajit, nuk ka se ka ndonjë tender milionësh edhe do e joshim dikënd apo siç dihet ne ja ka dhënë aty, ja ka dhënë këtij, gjithçka transparente, gjithçka bëhet mbas të ligjit. Po realiteti është ai që është, se kena qef të bisedojmë çdo gjë. Megjithatë, zoti Elmazi, çajtorët ndonjëherë e reflektojnë edhe atë që është realitet, sepse në të kaluarën
ka pasur edhe në komunën tuaj, edhe në komuna tjera, edhe në institucione tjera tender të cilët kanë qenë të kurdisur. Prej përpara është ditur fituesi i tenderve, por ja që tani po thoni që procedurat janë tjera dhe mund të ketë një lloj objektiviteti sa i përket ndarjes tenderve. Unë flas shumë sinqerisht, dhe me thonë, çdo gjë është transparente, që është më e rëndësishmja, qytetarët kanë qasje në webfaqen të cilën e menaxhon dhe me thonë për furnizime publike që është, kanë qasje të kur mund të futen në webfaqe për furnizime publike në kuadër të komunës. Ka komision për furnizime publike, po flas për komisionin në nivel shtetëror ku qytetarët mund me një klik të futen në webfaqen edhe ta shohin se si vijnë punët. Biroja për furnizime publike, kështu që është temë paksa e përdorur në mesin e popullatës tonë. Mirë po, edhe ceka më herët, edhe mjetët që i kena nuk ka dhe një qëfar tenderi për të josh dikënd apo për të kurdisur tender. Sigurisht, por do të thënë edhe kjo që popullit, do më thënë, i ka ardhur më e të hundës nga keqpërdorimi i mjeteve financiare në të kaluarën e kështu me radhë, dhe duke e parë këtë në të kaluarën i fryn kosit. Pra, se sa qumshtit, por ky është realitet. E përmendet buxhetin e komunës, sa është buxheti? Buxhetin e komunës që e kena aprovu në këshill, dhe me thonë këshilltarët komunal që aprovun, ishte afër 14 milion euro si vjet, ku blok dotacione janë 8 milion euro dhe 7 milion euro pretendojmë t'i grumbullojmë. Mirë po, nga 6 mujor shqiptar është evidente se nuk do arrim të grumullojmë aq mjete, pasi që kemi vetëm se tatim mbi pronë edhe pagesa që janë të përditshme ku qytetarët kërkojnë ndonjë dokumentacion të rregull nga ana e komunës, do të thonë grumullojmë taksa tjera, për shembull taks për ndërtim e kështu me radhë. Fatmirësisht në 6 vendbanimet e vendbanimit Saraj kena plani urbanistike dhe ju kom drejtu para disa ditësh qytetarëve që të vinë të aplikojnë për lejë ndërtimi që prona e tyre të vlej. Edhe prona e tyre të jetë me dokumentacion të plot ku njëtën kohë kuptoj qytetari do paguaj edhe taks komunale apo komunale si njihen në mesin tonë edhe do e mundson komunën të zhvillohet dhe komuna pastaj ato mjetet i alokon në për gjitha ato premtime që i kena premtu gjatë fushatës. Sa përqind është pagesa e tatimeve? Mbi pronë dikon të mbas analizave që i kena bë ka qenë 22%. Dhe me thënë nuk mund të grumbullojmë mjaftueshëm. Çfarë ndodh me këtë 58% i cili nuk paguan? Këto janë nën kompetencat të qytetit të Shkupit, edhe qyteti i Shkupit ndërmerr hapa konkret duke i dërgu deri tek personat fizik. Fillimisht ka një varretje, pastaj vjen edhe tek përmbaruesi, sikurse edhe ne jo më larg se këtë javë e kena apliku për ndërmarrjet publike ku borxh kanë qytetarët, u kemi dërgu ka një varretje dhe dukshëm u ka ndryshuar pagesa e qytetarëve kundrejt ndërmarrjes. Si mund të ndryshohet ky realitet? Me një dashamirësi të madhe nga administrata komunale ku i drejtohet qytetarëve, nga ana ime si udhëheq aktual i komunës Sarajt dhe me plane konkrete se pse duhet paguhet, duhet ta bëjmë një kampanjë në këtë frim edhe besoj se qytetari i Sarajt e do vendbanimin e tij më shumë se gjithçka, edhe do paguhet tatim mbi pronë, tatimet ndryshme në komunë, edhe kuptohet se e njëjta do t'i reflekton dhe t'i kthehet në vendbanimin e tij. Besoj që edhe ky emision është një rast i mirë që të bëhet thirrje të gjithë qytetarëve të komunës së Sarajt të paguajnë tatimet, sepse pagesa e tatimeve ndaj komunës do të thotë investime më të mëdha në arsim, në infrastrukturë e kështu me radhë. Po, e vërtetë është. Dhe besoj që ju
edhe pse ma merr mendja që kohën e keni të kufizuar, por i takoni banorët në vendbanime të ndryshme në fshatra, sa i bie këtë fshatra? 24 fshatra, 24 vendbanime, gjithsej me vendbanimin e Saraj, do me thonë i vizitojmë qoftë banorët, qoftë banor presim në zyrët tona, do me thonë çdo ditë e te kalojmë orarin e punës, mandej ja kena bë obligim vetes që ditën e shtunë të punon tjetë e hapur dera komunës, konkretisht zyrja ime, po ndonjëherë bën vaki edhe ditët e diella, takojmë qytetarët dhe i ndëgjojmë nga afër. Pra punoni edhe të shtunën? Edhe të shtunën, shumë të shtunën, ndoshta 1-2 për këto 6 muaj që s'kam punuar, unë personalisht, po. Pra qytetarët nëse duan t'ju takojnë, kemi takime, tashmë e fundit është edhe deputetët e zonës kanë zyrën në kuadër të komunës Sarajt, edhe ata që t'jemi sa më afër qytetarëve dhe t'i ndëgjojmë kërkesat, hallet, problemet e tyre që të mund t'i zgjidhim. Është e mirë aktuale se me bashkëpunim me qeverin, konkretisht me Ministrinë e Transportit, i kemi fut në program për urbanizim edhe vendbanime tjera, 6 vendbanime tjera, ku janë Kondova, Sillarja Poshtme, Radosha. Kjo është fotografia? Kjo është një nga rrugët të cilat po punohet aktualisht, që e lidh qendrën rekreative sportive Saraj me vendbanimin Krushopek. Kjo është zëvendës ministra jon, e cila mori pjesë në promovim apo në fillim. Ndërsa rruga tjetër thakë që lidh fshatrat, e përmendet edhe fshatin tim, fshatin Radush. Jo, fola për planet urbanistike që i kena fut edhe 6 vendbanime janë duke u projektuar, duke u bërë planet urbanistike me vetëm qëllim që qytetarët mund çdo aktivitet ta kryejnë me dokumentacion të plot, ndërsa projekte tjera të cilat jemi duke i realizuar dhe janë të përfituar nga Kredia Hungareze, janë një rrugë alternative që lidh vendbanimin Rashë me Kopanic, një mur mbrojtës në vendbanimin Gullmov, infrastrukturë totale nëntoksore edhe rrugore në vendbanimin Laskarc dhe të premten me sa e di në agjencë se po ashtu sot të premten e promovim fillim me punime edhe të sallës multifunksionale në vendbanimin Rashë të shkolla fillore, një sallë e djegur ndër vite, ja që i erdh mundësia edhe atë ta ndërtojmë edhe nxënësit dhe banorët e atij vendbanimi ta shfrytëzojnë për aktivitete të ndryshme kulturore dhe sportive. Çfarë është ky muri mbrojtës që muri mbrojtës është muri mbrojtës në Gullmov që shpihet me një rrugë që lidhet në vendbanimin Arnaqi, ka shtëpi të ndërtuara dhe kanë konstatuar se kemi lëvizje të pjesës i sepër të tokës edhe për atë vendohet një mur mbrojtës që mos ketë ndonjë fatkeqësi natyrore. Gullmova është vendbanimi ish kryetarit të komunës, apo? Po. Pra, nuk bën një selektim në jo, në asnjë mënyrë, do mundohem që çdo vendbanim ta shoh si vendbanimin tim, si shtëpinë time edhe mund të realizojmë gjithë ato premtime që i kena bërë kundrejt qytetarëve. E pas keni vendosur që të rikandidoni pra? Nuk isha thënë edhe herë të shpejt. Jo, ky është konstatimi me që dhe të shtunë dhe të dielën punoni, unë natyrisht se ju përgëzoj dhe mendoj që institucionet të gjitha, edhe ato të pushtetit qendror edhe ato të pushtetit lokal, duhet të jenë në shërbim të qytetarit. Sa është i saktë njoftimi se Samir Mane, njëri ndër biznesmenët më të pasur shqiptar, ka qëndruar ditë më parë në Shkup me avion privat, pra ka ardhur dhe është takuar me kryeministrin Mickoski. Samir Mane si është ofruar zona e liçenit të Treskës, jeni ndjeni për këtë projekt? Realisht, Samir Mane është një nga pretendentët më kryesor, se ka dhe tjerë të cilët duan të bëjnë investime dhe ta reaktivizojnë liçenin e Treskës. Në atë takim post kryeministrit ka qenë ministri i transportit zotri Nikolovski, sekretari i qeverisë zotri Mexhiti edhe unë, edhe ekipi i Semir edhe ju së bashku. Po, edhe me zotin Mane. Po, na ka prezantuar se si e parasheh zhvillimin edhe për sa vite mund ta ndërtoj liçenin e Treskës, ta vënë në funksion dhe janë tani më procedura
administrative ku do të përputhet ideja e tij me planin urbanistik edhe me gjithë procedurat që i shohin ligjet e vendit. Sa kushton projektimi, po themi, i realizimit të investimit? Nuk kemi hir deri po. Zoti Mane nuk ka folur për është i gatshëm të bëje ato mrekulli që i bën nëpër Shqipëri edhe nëpër vendet e tjera, ta sjell edhe një investim të madh kapital edhe në komunën e Sarajit. Që i bie mbi 100 besoj se mbi 100 milion euro. I bie dhe natyrisht që kjo do të ndikoj që të hapen shumë vende pune, zhvillim, sidomos vendbanimeve Ngullmov, Shishov, Saraj, edhe gjithë Dervenit, edhe do jetë një nga perlat e Shkupit ku besoj se do e kthejm atë natyrshmëri të liçenit ku u vërshonte çdo ditë në kohën e Stinës së Verës edhe në kohën e sistemit nga shumë vizitorë, me 10.000 vizitorë brenda ditës. Ka përmendur numër të vendeve të reja të punës apo jo? Fillimisht kanë qenë 2-3 takime, unë kam prezantuar nga te 2 nga ata, më shumë u ka biseduar teknikisht se si do duket, për sa vite mund të bëhet investimi. Te këto pjesë e tjera nuk ka grupet punës i cili është i formuar dhe punohet për çdo ditë për liçenin Treska, por nuk marr pjesë në çdo takim. Përveç zotit Mane thatë që ka të interesuar edhe nga shteti Kosovës, ka edhe turq, po si më i përgjegjshëm kisha thënë, pa mos dashur të favorizoj askën, edhe me ide më kreative, për momentin është zotri Mane dhe besoj se vetë se grupet e punës kanë filluar të punojnë në këtë drejtim. Pengesa ligjore, pengesa administrative. Ti evitojmë të gjitha që kur vije apo nuk ka. Grupet e punës i din më mirë. Liçeni Treska është kompetencë e Ministrisë së Kulturës. Ka plan urbanistik. Ideja e zotit Mane shohim ma përputhet me planin urbanistik aktual, edhe liçeni Treska është zonë turistike, çka lejohet në zonë turistike, çka mund të investon në zonë turistike, janë punë teknike që ka profesionalistë të lëmive bëjnë pjesë në këto takime dhe i diskutojnë çdo detaj. Zotit Mane, vetëm nëse jepet mundësia, sepse deri më tani ka dëshmuar se është një realizues shumë i përgjegjshëm dhe natyrisht ai e sheh interesin e vet ekonomik, nuk e bën këtë për çështje lukrative, e bën për çështje lukrative, pra nuk e bën për çështje të themi të aspektit etnik apo aspektit tjetër të ndihmoj komunën tonë, sepse edhe unë e kam pjesë të identitetit tim komunën e Sarajit. Megjithatë, është pozitive që ka shprehur dëshirë që të investoj. Ecim në hapa konkret edhe besoj se shpejti do kemi një përfundim të gjithë atyre ndasive, edhe shpresojmë se zotrit Mane do i jepet mundësia që të investojë edhe në komunën tonë. Si qëndron puna me natalitetin, do të shohim në bazë të disa të dhënave të cilat i kemi përgatitur. Këto janë statistikat e të lindurve në komunën e Sarajit. Fatmirësisht këtu komuna e Sarajit qëndron shumë mirë në krahasim me komuna tjera. Ja, pra kemi vitin 2010 ku kanë lindur 666 dhe pothuajse shifra e njëjtë me disa lëvizje të vogla ka qenë deri në vitin 2018, por në vitin 2019 ndodh ulje pra e kësaj shifre, kemi 620 persona të lindur që më pas në 2020 të jenë 634, 2021 618, në vitin 2022 638, pra ka një rritje sa do pak e vogël, që në vitin 2023 ky numër të bie, po themi, në mënyrë shumë gati se drastike
dhe në vitin 2024 kemi 589 të lindur. Pra, këto janë shifrat të cilat reflektojnë natalitetin në komunën e Sarajit. Të shohim edhe shifrat sa i përket mortalitetit dhe pastaj ti komentojmë bashkë. Në vitin 2010 kam vdekur 162 persona dhe pastaj nga viti 2012 kemi një numër i cili është mbi 200 sillet, pra rreth 200, 232 në vitin 2012 dhe deri në vitin 2018, pra shifra është gati se e njëjtë. Në vitin 2019 kemi ulje të numrit të vdekurve, që në vitin 2020 dhe 2021 për shkak të virusit Covid, pra për shkak të koronavirusit, të kemi rritje të numrit të vdekurve, dhe në vitin 2022 kemi ulje në 225, gjithashtu edhe në 2023 dhe në 2024 në 257, por ajo që është si konkluzion i këtyre shifrave demografike sa i përket pra të lindurve dhe të vdekurve është se fatmirësisht në komunën Sarajit nataliteti është në rritje në krahasim me mortalitetin. Realisht komuna e Sarajit, aq që potencuohet edhe me numrat që janë para nesh, është një komunë që ka rritje dhe shtim të popullatës, kena fshatra me popullsi të re, natalitetin e kena pozitiv, nuk është demografia problem i komunës Sarajit, por këtë nuk mund ta kthem për shpërnguljen, pasi që është evidente se kemi shpërngulje të rive tanë, mirë po të cilët janë të lidhur me vendbanimet e tyre. Këtu si qeveri vitin e kaluar patëm ato programat për ta zvoglu papunësinë, ku ishte nëpërmjet agjencionit për punësim dhe Ministrisë së Ekonomisë një pako prej 20 milion eurove, të cilët sadopak e zbutën papunësinë 1500 deri 1800 të punësuar. Ne shpresojmë se me paketat të tilla, me pakot të tilla, do e ndalojmë migrimin e të rive tanë, kuptohet duke kjo përgjegjësi na bie neve si udhëheqësi, gjithandaj qoftë nivel qendror dhe lokal, që të jemi më të përgjegjshëm edhe të dëshmojmë të rive tanë me punë, se ato mund të kthehen dhe zhvillojnë qofshin bizneset apo jetën e tyre në vendbanimet tonë. Ja, këto janë statistikat për cilët flisni, pra për fenomenin për cilin flisni, statistikat e migrimit jashtë vendit. Në vitin 2010 kemi pasur 95 persona të larguar nga vendi dhe kjo shifër parafërsisht ka qenë gati se e njëjtë. Në vitin 2016 kemi pasur një rritje shumë më të madhe, 120, ndërsa nga viti 2017 deri në vitin 2024 fatmirësisht numri i të larguarve nga vendi, sepse këto janë shifra të migrimit jashtë vendit, pra në shtete tjera, nuk janë shifra të migrimit nga një vendbanim në vendbanim tjetër ose nga komuna e Sarajit në ndonjë qytet tjetër, dhe fatmirësisht ky numër është nën 100 dhe urojmë që të jetë sa më i vogël. Një trend i tillë të vazhdoj, pse jo edhe të vije në mënyrë sa më të madhe, po e potencova edhe më parë, në ngelet neve si udhëheqësi t'jena përgjegjës, të shohin se e kena marrë detyrën me si përgjegjësi dhe jo privilegj, dhe të mundohena të bëjmë kushte sa më të mira prindërve për fëmijët e tyre në radh parë, po edhe të rive të cilët do jepet mundësia që të investojnë në për tokat, vendet e tyre që i kanë në territor të komunës së Sarajit. Zoti Elmazi, për fund kisha pyetjen për rikandidimin, po atë konsumuam gjatë dialogut ton të përbashkët, pra të lajmi. Shpresoj që ishte një bashkëbisedim i hapur. Nëse ka ngelur ndonjë çështje që dëshironi ta theksoni, mund lirisht. Punojmë pa ndërprerje, projektojmë atë premtimin kryesor që ja kam thënë qytetarëve të mi për ujin e pishëm,
kuptohet, kena shumë probleme, po për një mandat të plot besoj se do ja dalim. Këtu e kena mbështetje poshtë qytetin e Shkupit, e kena mbështetje edhe Ministrinë e ekologjisë si njihet te ne, Ministrin Hoxha, dhe besoj që së bashku do t'i zgjedhim këto probleme. Ju faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën.